A kishe punu për një rrugë 400 euro? Mos të kisha pas TikTok, po normal që kisha punu si njeri. Po s'kishun pas, po themi Po kisha punu pse jo 400. Ma mirë sa kur gjë heq. Atëherë apo vjen prej nesër mja nis në një punë. Hajde. Që fshi gjamat. Almira, cili është një keq kuptim që njerëzit e kanë për ty? Që jam e një Që madhe. menon që s'është ashtu për shemb. Që jam e një madhe, menojnë shumë. Ose nashta që veshën e kam ka njëherë që kam, për dini, po veç se jap vetën që ashtu nuk jam njeri që Dorën zamër, po më treguj sinqert, menimin e njëjtë e kom pas ma herët e vonë. faleminderit shumë. Po masanena kur komunikume dhe kur u takum ma krijuve, kur pim kafen pra pas kema krijuve krejt një mendim tjetër. Po jap Kështu që nuk është çajo Almira që njerëz po mendojnë që është mendje e madhe. shumë vajza menojnë edhe sidomos edhe mashkujt që A vajzat mendojnë më shumë që jemi mendje e madhe? Po. Edhe mashkujt se është kështu, nëse je e bukur, menoj që je mendje e madhe. Kjo e bukur e din që është e bukur edhe është mendje e madhe. Po s'është gjithashtu. Unë për shembull me njerëz që foli biznes për bashkëpunime gjithmonë ona mu shoqënue ta me çështo si me ty. Unë ti qetë edhe me mujt me pi edhe një kafe privat se jam njeri me zemër, nuk jam mendje e madhe. Po këto let menoj që të menoj. Cila është një cilësi ose specifik ose diçka e veçantë që asnjëherë nuk ja u tregon djegësve këto? Që kishe thosh për shembull këto ekskluzivisht më u tregu diçka që ti mendon që nuk duhet me ditë ata. Nuk duhet me ditë ata. Po mendoj nuk e kanë ditë ma herët, e tash duhen me tregu për herë të parë, për shembull. Edhe sot Çka ma dhe veçantë? Ma dhe veçantë që jam shumë qikanonit me mamin. Jo, jam shumë njëri familjarisht, edhe shumë kam qef me njët me familje edhe, o zot, shumë i du fmit. Nashta e kanë vrej njerës, nëse s'ka be diçka që nuk e shpërndaj publikisht, po mu mi kitë fmi që to jep me, unë rri të ankohën me ta se shumë i du fmit. Sepse kam me atë sa kam lexu komente, jo vetëm te profilet e tua, po edhe në përgjithësi në faqe tjera që i kanë kriju për ty, shpesh kom po që ke pas shumë kritika, sidomos prej femrave që je vajzë që dele publikon jetën e luksit, nuk je që ke shtëpi gjëra të tilla. Që është jeta që publikoj, unë familjen motat e mia nuk i kam qit, unë kohën që e kam me familjen e moj privatësi. E shfrytëzon maksimal. Po, qashtu po them, jam njëri shumë familjarisht edhe nuk du gjithë me menu edhe nuk du ditën me menu, okej, të sot do na me ba një ditë ku muna me nxjerr content, nuk du ashtu.